I fundit erdhi pasi më herët nuk e lejuan. Ish presidenti Hashim Thaçi vizitoi të premten varrin e babait të tij 5 ditë pasi ai ndërroi jetë. Vizitën ai po e bën nën masa të rrepta sigurie. E pak metra larg tij qëndronin bashkëfshatarët e Thaçit. Nga larg, ata e ngushëlluan për të ardhen. Vizita e ish-presidentit në vendlindje nuk përfundoi tek varrezat e fshatit. Ai për pak kohë qëndroi edhe në shtëpinë e tij në Buroj të Skënderajt. Aty i u mundsua një takim me nënën dhe gruan. Në ndërkohë jashtë shtëpisë, në rrezë dielli e me flamuj në duar, vazhdonin qëndrimin të afërm të tjerë të tij. Për vizitën e Thaçit në Kosovë dhan pak detaje dhomat e specializuara. Për arsye bindëse humanitare, trupi gjykues dhe gjyqtari i procedurës paraprake kanë udhëzuar sekretarin që të menaxhojë një vizitë në paraburgim në Kosovë për Hashim Thaçin, që t'i bëjnë nderimet dhe të jetë me familjen e ngushtë. I akuzuari mbetet në paraburgim nga dhomat e specializuara. Kjo është vizita e 4 në paraburgim e zotrit Thaçi në Kosovë. Sipas burimeve të televizionit, Thaçi do të qëndrojë 2 ditë në Kosovë. Ish-presidenti do të ketë takime me disa familjarë edhe në Selin e Uleksit.